them të drejtën, ndryshe nga viti i kaluar, ne kemi hedhur bazat dhe kjo ecuri më tregon jo pa qëllim jemi në vendin e tretë, 3 pikë larg vendit të parë, por kjo kërkon vazhdimsi sepse përveç kësaj faze na kemi edhe final forin që besoj që ne me do e mos e kemi arritur, besoj që e kemi arritur, por që kjo do vazhdimsi. Duket se në Elbasan po rikthehen emocionet e titullit para 20 vitesh, ju keni qenë protagonist fush, si e shihni këtë sezon? Atëherë bëhemi pak nostalgjik. Vitet kur kemi dalë kampion ka qenë nuk kam fjalë që ta përshkruaj, por mendoj që ndoshta dhe kjo mund të jetë një përsëritje, por me sa shoh dhe pjesëpërndarësit ose nuk kam më aq dashamirës sa që kanë qenë atëherë, jo se s'ka tani, por flas që ka qenë një tifozëri shumë më zjarrt dhe shumë më plot. Stadiumi rrinte plot gjatë çdo ndeshje. Jo se tani nuk ka, por flas ka humbur pak ai shkëlqimi i tifozërisë. Ndërkohë ndeshja rastesh me Bylisin, cila është këshilla juaj para sezonit? Të them të drejtën, në këtë fazë që është kampionati, nuk mund të quash ekipe të lehta sepse kjo tregoj që vllaznia na mundi ne dhe Bylisi e mundi vllaznin. Pra, nuk ka më ekipe vendi i parë me vendin e fundit. Çdo ekip luan ditë lozë futboll dhe duhet të respektuar për atë që jep në fushën e lojës. Pra, këshilla ime është për ekipin që duhet të qëndrojnë me këmbë tokë, të marrin 3 pikët se vetëm kështu mund të ngjitemi përpara. Pra, do të them që nuk ka më ekipe të lehta në superiore, din të luajnë gjithë futboll.